Ratë parë ju falenderojmë zoti Berisha për pjesëmarrjen në takimin që po merrni me ne për kohën që konsumoni dhe ju urojmë që edhe fitore me 11-ën, po edhe sikur të mos fitoni, opozita është pjesë e fuqishme e vendimarrjeve që duhet bërë. Po neve dëshirojmë që ju t'jeni fitues për gjërat që heq sektori bujqësisë në përgjithësi, dhe unë dua të them 2-3 gjëra se edhe shumë veta jemi dhe duhet mos uzëm kohën. Puna fillon nga njerëzit. Njerëzit në sektorin e bujqësisë janë simpatizant, militant të smur, bile për të mos thënë edhe jashtë kategorisë kualifikimeve të domosdoshme që kërkon bujqësia. E para. E dyta që duhet, domethënë, që them juve që bujqësia nuk mund të futet e gjitha në një grupim, ajo ka specifikat e veta dhe naj është e domosdoshme që skema mbështetëse të jenë për bujqësinë jo skematike, por ato duhet të shkojnë e kuptoni si pas profileve, se vetëm një shembull do t'u them që unë vajta që në 10 e këte janë marrë me bimët mjekësore, por kam qenë shef finance në një kooperativë bujqësore të Kurveleshit, e cila kishte 30.000 krerë bakti dhe të imta, dhe i mbajtën edhe deri në një farë periudhë gjatë kur filluan tua 10 fishonin taksën e kullotës dimrore, se ashtu është zona, 6 muaj verë, 6 muaj dëbor. Pra, nuk duhet skematizëm, po duhet të shkojës drejt specializim kooperime. Dhe mendoj se Shqipëria ka nevojë, e kuptonti, që të ketë edhe një harmonizim qëllimeve kryesore, domethënë të shërbejë njëri tjetrit. Dhe një nga shërbimet më të mëdha që mund të kryejë turizmit është bujqësia. Për bimët mjekësore është pjesë e boshatisjes së Shqipërisë rezultat jo i mungesës parave, po i mungesës së skemave të përdorura dhe i vajtjes jo në destinacionin e fermerit. Fermerit i kërkohet të di kinesë, i kërkohet të di anglisht, domethënë, se çfarë bëjnë punonjësit e bujqësisë, se çfarë bën të tjerë, vjen pare të marrën ata që rrinë te kryetari i partisë e pinë raki gjithë ditën, apo bëjnë qellojnë me gur opozitën apo tjetrin. Ju lutemi shumë. Juve jeni personalitet për Shqipërinë në pushtet dhe në opozitë. Ne e kërkojmë ndihmën tuaj për arsye se këtu s'na ecën. Ju thatë shumë gjëra dhe ne ju falenderojmë. Unë personalisht e kupton të ju falenderoj. Në zotin Kuka. Kush e të fjalën tjetër?